Maroj. Drejtja. Okej. Më ndihmon pak regjia me minutazhin, për sa sekonda ka qenë gati? Për 50 sekonda, pra jemi brenda kohës, por nëse familja Bici arrin ta bëj gati raftin më shpejt se 50 sekonda, është fituese. Në rast të kundërt, ju jeni fituesit. Atëherë, më thoni nëse gjithçka është vendosur si në fillim? Mami, unë të bësh shumë shpejt. Okej, në rregull. Atëherë është njësoj siç ka qenë rafti fillestar. 50 sekunda më ka bën të gjithë. Për bezime, unë ju ftoj të riktheheni në panel dhe ne do të shkojmë të ndjekim familjen Bici. Që baja. Atëherë, jemi gati. Shkojmë me 3, 2, 1, koha filloi. Apo. Dëshire. Shpere ko është tani? I hape! Ka problem! Po nga prova, edhe një. Jepi, edhe dy. Jeshile duke në jeshile. Baron. Rregulloni logot, kujdes logot. Celat 4 këtu me. Po, logot jam mia. Bukur, atëherë, sfida është kryer për 38 sekonda. Bravo, Mirajla, bravo! Ka është një minutazh më i shkurtër se i familjes Muçenj, i cili ishte 50 sekonda, kështu që më duhet marrë një konfirmim nëse janë të renditura në mënyrë të saktë, pra aty ku kanë qenë. Janë okay, kështu që pika e sfidës së bashkëpunimit shkon për familjen Bici. Bravo! Pash që ke një ambicie dhe një shpirt luftarak të papar dhe uroj që ta përdorësh në jetë vetëm për të arritur suksesa. Në rregull? Bukur. Ndërkohë që të dyja familjet kanë bërë një punë të mrekullueshme, familja që fitoi është familja Bici dhe ne do të shkojmë në sfidën e fundit për sot. Këtu sekretet nuk kanë të sosur edhe mua më pëlqen shumë kjo në fakt. Kështu që do të shkojmë në sfidën e dytë sekrete. Unë dua të pyes pak Kajlën dhe Krealën, cila është sfida numër 2 sekrete? Për mamin, kam zgjedhur që të mbaj një shpend të dorë, sepse ajo i ka shumë frikë shpendën. Edhe unë bashkë me mamin tënë dhe nuk e di si do rri këtu brenda nëse sjellin vërtet një shpend. Por, okej. Mami Kristina e pranon sfidën? Po, unë s'dorëzojmë letë. Hajde. Ja. Dhe Rajna, Alesia, cila është sfida e dytë sekrete? Kam një sfidë për nënën që dua të bëj një sfidë të veçantë këtë radhë. Dua që ti të këndosh një këngë. E pranoj. E pranoj në vera. Jezdej me shpirtra luftarak që nuk thon kurrë jo edhe i bëjnë ballë çdo lloj frike. Sigla, ndjekim sfidën. Ja nisim me sfidat. E para do t'jetë mami Kristina, e cila do të duhet të hap pak atë dritaren e kafazit dhe të fus dorën brenda për të përkëdhelur pëllumbësht, apo jo? Pëllumb. Pikërisht pëllumbin. Atë që unë kam... je gati, mami Kristina, unë t'ja nisësh me sfidën. Po dojmë? Klala. Ape tani. Preke. Po dal të hap, se s'po e hap do. E zeta.
Breke. Për 60 sekonda duhet ta ledhatosh. E ledhatova, po ku ta ledhatoj? Shiko si bën këtë tash. Që ka kështu. Që nuk di me ledhator. Ta çuja kisi ka çuja. Po gjej një formë për ta qetësuar pak të shkretën se. Po do më dalë mu këtu. Aman se mua më edhe keq. Ore nxori kokën këtu. E u për këdhela. Ja. Të kemi xhan, të duam shumë. Ja, s'të për ndodh këdhela. Opa. Ai të mërshme. Ne të mërshme. Liçë më të mua. A u bën 60 sekonda? Okej, edhe 8, 7, 6, 5. Mjafton. Okej, unë dua të tras një nga çunat kush mund vita marri pak plumbin. Shkërti për lumbit me ruar. Okej. E që më të qequn. Mami Kristina, si ndihesh? Po përpiqem të mbledh veten. Mami Kajla. Kajla. Ja arritë qëllimet. E pat mami duke ledhatuar një shpend. Ja arritët dhe kësaj dite. Okej. Bukur, do të kalojmë tek familja Bici, ku nëna Vera do të na këndoj një këngë. Unë dua të pyes pak Rajnën. Ti je një violiniste. Po. Mund ta shoqërosh me violinë nënën gjatë kohës që këndon? Jo. Mirë, do më luash diçka të vogël në fund, se dua të të dëgjoj pak. Ndërkohë unë dua këtu nëna Verën me mua. Eja. Jepi nëna. Pa provoj. Vetëm zonja të bukura si ju keni përballë, kështu që mos ki turp fare. Çfarë këngë do na këndosh? 25 gërsheta. 25 gërsheta. Pa provoj. Do të kisha shoqëruar, po çuditërisht të këngë nuk e di. Po hajde ta kemi si në Hana dëgjojmë rrugës. O 25 gërsheta ti numërova pa feta. O 25 gërsheta ti numërova pa feta. Ti si numërove dot trëndafilo borzilok. Ti si numërove dot trëndafilo borzilok. Osa e bukur mo që më je, moj najle, moj lule. Osa e bukur mo që më je, o nuk e molla, nuk e hëna, nuk e molla për të ngrënë. Moj najle, moj lule, o sa e bukur moj që më je. O sa e bukur moj që më je. Një që ka atmosferë. Fantastika. Ja ku për qakerë. Të kam bjekur edhe në Big Brother. Të kam dashur shumë. Faleminderit shumë. Edhe unë të dua shumë. Faleminderit shumë. Edhe gjithë kosha të fitoje. O zemra ime, faleminderit, e vlerësoj shumë. Edhe unë ju dua shumë. Të lumtë ajo gojë se na kënaqe. Bravo. Sidomos ai përqafimi në fund njerë që shumë e bukur. Ne kemi. A me zi e keni, e di. Më lëmbë. Okej. Më të bukurose. Ma bere surprizë Rajna, po më kujtuat pak të në kënga. Hajde bëjmë që nga të performancë që kemi. E gjithë s'kena për ty artista.